fillimisht mos të kem barriera, mos të vendosim barriera vetës, sepse veç ato janë të patejkalueshme, besoj. Mos të presin që brenda ditës, mujit apo vitit me i arrit qëllimet, dhe mos të ndalen me një moment caktum dhe thojnë, okay, arrita këtë qëllim edhe kaq për mua është, po mirë po gjithmonë të synojnë më mirë dhe më lartë. Ne shohim shpesh sot një rini që dojnë easy life apo një jetë dhe të arritur të lehta dhe të shpejta. Ne jemi mundu gjithmonë si gjenerat, ndoshta kemi qenë në tranzicionit të ndryshme, mirë po për me arrit diçka kemi kalu në faza tranzicionit të ndryshme, vështërsit të shumta, mirë po pikrisht ato na kanë ndërtu shumë mirë, edhe nuk jemi dorëzu në asnjë moment, sepse sfidat të forcojnë jetë dhe të bojnë me u përballu shumë më mirë në të gjitha rrethanat që jeta neve na përball, kështu që shoh shpesh tendencë të rritë që mos ta sfidojnë vetën, mos të mundohen shumë. Momentin që kanë barriera përpara, dorëzohen edhe kanë dëshirë me fajsu gjithmonë dikë tjetër. Edhe ndryshojnë rrugë shumë shpejt. Edhe ndryshojnë rrugë, kështu që kjo është ndoshta përësia ime për të gjithë, që mos të dorëzohen krahas asnjë sfide. Bota e ligjit shpesh njihet si botë burrash. Sa të ka motivu kjo që me ndryshu ky perceptim? Shumë më ka motivu. Unë mendoj që profesionalizmi nuk ka gjini. Mendoj që gratë, sidomos në avokati, përkushtohen 2 fish më shumë, mundohen 2 fish edhe përgatiten 2 fish më shumë, po edhe 2 fish më shumë janë më të qëndrueshme, kështu që kjo edhe ndoshta na dallon. Mirë po, unë gjithmonë them, ka gratë të jashtëzakonshme të cilat janë avokatit tepër të mira, dhe ne mundohemi gjithmonë që dallimi mos të bëhet në mes të avokatëve duke u bazu në gjini, mirë po gjithmonë duke u bazu në profesionalizmin që ne e tregojmë. Ti gjithashtu bashkëshorte, nën, si arrin mi balancu gjitha këto? Shpesh e bëj edhe vetës si ja bëj këtë pyetje, nuk e di me balancu shumë mirë punën, familjen, të shta edhe për kushtimin ndaj vetës, po mundohem jashtëzakonisht shumë, ka raste kur periudhë kohore kur angazhohem jashtëzakonisht shumë në punë dhe kam shumë pak hapësirë të është ati përkushtohen familjes, bashkëshortit, vajzës, mirë po, pastaj rikuperoj edhe mundohem sa ma shumë me shfrytzu kohën me vajzën. A të ka ndodhë ndonjëherë me marë kritika nga bashkëshorti pse u vënove? Jo, asnjëherë. Dhe të ki shumë supportues. E kam supportuesin më të madh, në fakt edhe shtytësin më të madh që ti përkushtohet